është samiti i 10 i krerëve të bashkësive islame të Ballkanit dhe Turqisë, me që theksohet samiti i 10, pra vetë kuptohet që është një vazhd e samiteve të ndryshme që gjatë të kaluarës ambajt në vende antare të këtij samiti të ndryshme, si vjet ishte parapa që të mbahet në qytetin tonë, në Shkup, nën patronazhin e Bashkisë Islame, gjithsesi Dianetit të Turqisë dhe Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut, ku kanë marrë pjesë të gjithë krerët e bashkësive fetare islame të Ballkanit dhe Turqisë. Temë boshte e këtij samitit ka qenë roli dhe ndikimi i bashkësive fetare në përforcimin e kulturës së bashkëjetesës në vendet ballkanike. Dhe gjatë këtij samitit, pothuajse të gjithë liderët kanë pas fjalë dhe kanë mbajtë temat e tyre dhe të përqendruara rreth këtij titullit, dhe mesazhi kryesor i këtij samiti, gjithsesi konkluzat kanë qenë që të kultivojmë paqen mes vete, të kontribuojmë në bashkëjetesën, marrë parasysh që shoqëritë tona ballkanike janë multietnike, multikonfesionale, multifetare, dhe bashkësitë fetare shtrihen pothuajse në të gjithë territorin e vendit, në veçanti mund të flasim për Bashkinë Fetare Islame që shtrihen në të gjithë territorin e Maqedonisë, ose ajo e Kosovës, në të gjithë Kosovën, ajo e Shqipërisë, në të gjithë Shqipërinë, dhe kanë ndikim jashtëzakonisht të madh, ka mundësi potencial për kontribuar në këtë fushë, gjithsesi për kultivimin e paqes, bashkëjetesës, mirëkuptimit, dialogun ndërfetar veçanërisht. Prandaj edhe konkluzat e këtij samiti dhe apeli edhe sugjerimet, gjithsesi konkluzat që dolën nga samiti në fjalë janë të kësaj natyre, pra që të kultivojmë bashkëjetesën sa më mirë në trojet dhe vendet ku jetojmë. Marrë parasysh që bashkësitë fetare shtrihen në infrastrukturën e përgjithshme të popullatës, të gjithë ishin të një mendimi se mund të kontribuojmë dhe mund të luajmë rol të veçantë në këtë fushë.